Më i mirë dhe kush është për popullit, do të thonë kryeministri jonë këto që i kemi aktual, Albin Kurti apo Edi Rama, sipas juve? Janë të dy zogj të kyçes Soros, janë të dy zogj të kyçes greke dhe serbe, janë të dy zogj të kyçes të establishmenti global. Pse po thu se janë akuzat trona për kryeministrin Kurti serbe? Unë e kam që në 2004 që jam i bindur që Albin Kurti ka ardhur në një agjendë njësoj si Enver Hoxha në Shqipëri, që agjenda është si do të aprishim Kosovën me Amerikën, sepse nga që s'kemi çaj bëjmë Amerikës me Kosovën, atëherë kemi çaj bëjmë Kosovës me Amerikën. Dhe unë kam monitoruar Albin Kurtin. Kjo është e rëndë. Do të thotë që Vasat Çobrilovicin po do më ia çu amanetin vend? Unë kam monitoruar Albin Kurtin nga viti 2004, mund të jemi vetëm shqiptar që kam monitoruar që në 2004. Kam 22 vjet që e them këtë gjë. Ky njeri ka ardhur këtu pikërisht për të krijuar frymën e parë anti-amerikane me patriotizmin. E nisi me organizatën Otpor serbe, bashkëpunimin me Kanin. Unë i kam parë në Tiranë që kanë ardhur bashkë me serbët. Ky ishte me një shoqatë shqiptaro-serbe kosovare në atë kohë që quhej Kan dhe financohesh nga Sorosi dhe ky vetë është pjesë e networkut Soros. Unë kam monitoruar që 22 vjet gjithë mediat e Sorosit në Shqipëri dhe gjithë shoqëria civile e Sorosit në Shqipëri promovonte Albin Kurtin që fliste për vetvendosje, pra për të kundërt në shoqërisë hapur, dhe projekti ka qenë i Miloševićit dhe i Shërbimit të Sigurisë serbe në atë kohë në vitin 99, si ne do të krijojmë në Kosovë një frymë anti-amerikane. Kush është rruga? Patriotizmi. Pra do bëjmë një patriotizëm anti-amerikan. Si të dëmtojmë këto marrëdhënie. Dhe kur ka pas një debat Albin Kurti me disa zyrtarë amerikanë tash së fundi kur qeveris, pra si kryeministër, ata kanë thënë ti nuk e ke me ne. Ti se ke me Trumpin, ti se ke me Biden, ti se ke me Obama, ti ke me të gjithë burr. Ti ke pas dhe me Bushin. Ti je historike. Pra ti e ke me Amerikën, se ke me një palë. Dhe unë jam i bindur që Albin Kurti por i përsërit agjendën shqiptare të shpopullimit, sepse unë nga të gjitha dhënat që shoh një krizë themelore në Kosovë, siç e pash në 2014 në Tiranë që asnjë nuk e shifte. Dhe unë ndihemi të rishtuar kur vi i ftuar këtu, sepse e di që po vi në një vend që s'do më gjojë askush, gjithë do më shajnë, por nuk e kuptojnë dot që mas 10 vjetësh ata do më thojnë ka pas qenë një avokat që kishte drejt. Dhe ky është mallkimi Kasanës. Kur je taku, bravo, do të gjetje për avokatët. Kur je taku me disa njerëz se mboni përshtypja në biseda private. Më ndodhi në Durrës vetëm para 2 javësh, shkova në Durrës, aty unë kaloj çdo weekend. Takova 2.000 shqiptarë të Kosovës, se i takoj vazhdimisht kur shkoj në Durrës, po i takova në pavarësisht në 2 pika të ndryshme. Të dy ishim votues të Albin Kurtit gjithmonë, edhe unë bëja gjithmonë debat të ëmbël me ta se kam miq. Dhe hera parë ku njëri më tha, kam filluar tha me dyshu tha. Dhe kam përshtypjen se s'kam ia dhënë votën. Ndërsa tjetri më tha gjë edhe më të rëndë, kam filluar me dyshu tha se ky nuk është i joni dhe ti ke pas drejt. Për Albinin tha kështu. Të dy kishin një situatë të ngjashme. Flisnin për një ekonomi të ngrirë. Flisnin për një bllokim të lirisë ekonomike në kuptimin e hapësirës tyre për të ndier mirë me paranë, me qarkullimin e parës. Dhe unë ndjej që në Kosovë po ndiqet agjende e ndryshme teknikisht nga Tirana, pasi ju keni këshilltar tjetër. Ne këshilltari jonë quhet Ricardo House, është një çufo nga Venezuela. Ai e ka bërë Shqipërinë këtë që është. Këtu ka një agjendë tjetër, këtu ka një model tjetër realizimi të projektit tyre. Këtu ka filluar një shpopullim si në 2014 që nuk duket, po është shumë i fuqishëm. Dhe ka një bllokim ekonomik Kosova. Ka një është nga paditoria apo? Jo, nuk është. Këta kanë këshilltar. Dhe këta si Rama, si Albin Kurti kanë këshilltar, nuk i kanë shqiptar. Dhe këta këshilltar dinë mirë se çfarë u thon. Unë ndjej me dhimbje që aty tash do më shajnë shumë vet, po ndjej me dhimbje që ne shqiptarët jemi të mallkuar nga 8 nëntori 1941. Komunistët serb kanë drejtuar Shqipërinë, kanë drejtuar Kosovën dhe do të vazhdojnë ta drejtojnë Kosovën dhe Shqipërinë bashkë me çufot për kace që i themi ne, pikërisht drejt realizimit të projektit final. Si të na zhbëjnë ne? Kosova është e vetme që ka shpresë të shpëtojë fort, nëse do kishte një ndërgjegje që mund të lindte pikërisht nga mësimet e nxjerra nga 6 vjet e fundit. Në këto 6 vjet ju mund të jeni krenuar me ura që bllokohen, me flamuj që vendosen, por ju keni harruar që fuqia e një vendi është ekonomia. Dhe ekonomi me përballë Serbisë, që kjo është ekonomi komplet në duart e Serbisë, ekonomia e Kosovës. Ishte vetëm në një kohë që kishte një bllokim inteligjent që bëri Ramush Haradinaj duke vendosur taksën. Po të kishim pas një Albin që vendosë taksën, nuk do krijonte teorinë europiane të rreme, sikur në Kosovë ka një problem shqiptar, në Kosovë ka një problem serb, një problem shqiptar. Kështu ka qenë derisa erdhi Albini. Problemi në 2022-shin u ndryshua. Kemi filluar të kemi një problem shqiptar, nuk ka pas një problem shqiptar Kosova që nga 1990. Po problem ka qenë vetë Serbia. Ka qenë vetë Serbia. U shpik Kosova me media, me shoqata, me gjëra dhe mbi Albinin që ushqente këtë vuçiçe dhe mund ta them me plot gojen. Ka
plot njerëz ka filluar të kuptojnë që si Vučić, si Albini mbajnë në pushtet njëri tjetrin. Të dy prodhojnë narrative nacionaliste në thonjza, ku ndërkohë të dy luajnë duke mbajtur gjallë njëri tjetrin se kanë nevojë për një tjetrin. Kur ri njëri do rritet tjetri. Po të bi Vučići, bi dhe Albini. Kënë akuzat rona, ke frikë, mi thonë këto akuza ndaj kryeministrit që i ka fituar 51% të votave? Unë nuk kam frikë me akuzu Shqipërinë që po bëhet Izraeli i ri, kem frikë unë një copë Albin. Po çfarë thua burri dhe? Unë s'kam frikë Izraelit. Do të për guximin. Po, intervistën e kemi postë një intervistë jashtëzakonshme tek studio juve atë te PIS në Shqipëri me nëse s'ka e ki diçka po të Altin, e ki diçka Dritan Gonxhaj? Jo, është një karma e Goxhajve, jam unë, Dritan Gonxhaj dhe Baki Goxhaj. Po e komponi po. Ai djali që bëri atë veprimin e vet që u bashkua me flotën e Gazës. Ne s'kemi asnjë lidhje fisnore me asnjëri me njëri tjetrin, po ne mi bëu kështu si karma, ke parasysh kundër sionizmit në Shqipëri. Po dhe pushtimit të Shqipërisë. Po ky Dritan Gonxhaj ka thonë do deklarota ko gjë të guximshme që u spajtuan për shembull. A mendoni që presidenti Rugova ka qenë dezertor? Unë besoj që Rugova ka një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, por është plotësisht e vërtetë që në kohën e krizës madhe ai ishte një lloj dezertori. Në një kuptim është e rombe kjo Altin se është president historik. Dgjoj, për mua kontributi i Rugovës është jashtëzakonshëm. Po do të kujtoj Ismail Qemalin për të shpjeguar Rugovën. Edhe Ismail Qemali ka drejtëhijet e veta. Ismail Qemali është njeriu më i rëndësishëm i shekullit 20 në Shqipëri, sepse ai flamur që vuri në atë çast, në atë moment i dha botës shenjë që ne këtu jemi shqiptar. Po dhe ai ka drejtëhijet e veta, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Për shembull, me Greqinë, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Po ASB historia, njollat e errta